Pas certifikimit të rezultateve zgjedhore të nënshkurtit, është hapur rruga për formimin e institucioneve të reja. Deri tash, partitë politike në Kosovë nuk kanë arritur ndonjë marrëveshje. Partia fituese e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje në vazhdimsi ka deklaruar se nuk do të ndërmarrin asnjë veprim pa u certifikuar rezultatet. Qëndrimin e ka ripërsëritur gjatë ditës zëdhënësi i partisë Arlin Mandxhuka. Ndërkohë, deri tani kemi qenë në pritje të përgjigjeve në ankesat tona në PZAP, përkatësisht Supreme duke qenë të bindur dhe duke evidentuar me fakte manipulimin e votave përmes postës që ka quar në deformimin e vullnetit qytetar. Pas shterjes së të gjitha hapave institucional, sigurisht se do t'i vije edhe rendi formimit të qeverisë. Ndryshe prej VV-s, partitë opozitare kanë zhvilluar disa takime. Zafir Berisha nga nisma socialdemokrate tregojnë se janë takuar me PDK-n dhe se mbështesin një koalicion me opozitën. Se më djeni, dëmonën, ka pas koalicion, ka pas takim për partive opozitare me PDK-n. Në fakt, qëndrimi vazhdon tjetë i njëjtë i nisma socialdemokrate që jemi të interesuar që koalicioni i ardhshëm qeverisës në Kosovë tjetë i partive opozitare. Berisha, i cili ka dështuar të siguroj ulse në kuvend, ka një qëndrim krejt ndryshëm nga lideri i partisë Fatmir Limaj për një bashkëpunim të mundshëm me Lëvizjen Vetëvendosje. Ne dhe votën e kemi lypën për një qeverisje ma ndryshe. Koalicioni me Vetëvendosjen bërmdesh me ato që kemi thonë fushat. Thirrje që të bëhen bashkë të gjithë partitë pozitë e opozit, ju bën profesori universitar Mazlom Baralio. Do duhet bërë një qeverisje të përbashkët të gjitha partive fituese, jo teknike, jo të shumicës, 2 parti, 3 parti, po të gjitha bashkë për të pasur mundësi që të bëjnë një program përbashkë dhe të japin përgjigje sfidave që i kemi, edhe me Bashkimin Evropian, i cili fare nuk ka ndryruar politikë. Certifikimi i rezultateve të zgjedhjeve parlamentare u bë pas ditën e së njëjtës. Për këtë rast, çka kanë me ju tregu?